Në verën e vitit 1938, në brigjet e një lumi të vogël në Istog, dy burra qëndronin pranë njëri tjetrit. Njëri ishte vojvoda serb Milić Krsta, një nga njerëzit më të frikshëm të asaj ane. Tjetri ishte një punëtor i thjesht shqiptar që punonte për të, Selman Kadria, por ajo ditë nuk ishte një ditë e zakonshme peshkimi. Sepse në pak sekonda, pushka që Milić Krsta ja kishte besuar vetë Selmanit do të kthehej kundër tij. Dhe ajo krizmë nuk do të ishte thjesht një vrasje, ajo do të bëhej një legjendë që do të këndohej në oda për dekada. Nëse ju pëlqejnë historitë të vërteta shqiptare, plot dramë, sakrificë dhe heroizëm, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu historia nuk tregohet thjesht, ajo ringjallet. Historia e Selman Kadris fillon në një familje të varfër shqiptare në fshatin Cërc pranë Istogut. Ai u lind në vitin 1906, në një kohë kur Kosova ishte ende nën perandorinë osmane. Babai i tij quhej Kadri Feriz Hasanaj, ndërsa nëna Fatime vinte nga fshati Moqstir. Familja ishte e thjeshtë dhe jetonte nga puna e tokës. Selmani u rrit si shumë djemë shqiptar të asaj kohe, mes varfërisë, punës së rëndë dhe rrëfimeve për trimërinë që dëgjoheshin në oda. Në ato oda flitej për Skënderbeun, për luftëtarët shqiptar dhe për qëndresën kundër pushtuesve. Aty Selmani dëgjoi për luftrat e Azemgalicës, për trimërinë e Beqirexhës dhe Ramalis, por ndërkohë ai dëgjonte edhe për një realitet të hidhur, për terrorin që po përjetonin shqiptarët në Kosovë. Pas luftës së parë botërore, Kosova u përfshi në mbretërinë e Jugosllavisë. Për shqiptarët, kjo nuk solli qetësi, por një periudhë të rëndë represioni. Administrata e re, kryesisht serbe, ndërmori politika të ashpra kundër popullsisë shqiptare. Filloi kolonizimi i Kosovës me serbë dhe malazez, ndërsa shumë familje shqiptare u dëbuan nga tokat e tyre. Në Istog, një nga figurat më të frikshme ishte vojvoda çetnik Milić Krstić. Ai drejtonte banda paramilitare që ushtronin terror mbi shqiptarët e zonës. Masakrat dhe dhuna ishin bërë pjesë e përditshme e jetës. Në ato vite, emri Milić Krstës ishte bërë sinonim i terrorit në gjithë Podgurin. Banda e tij çetnike kishte kryer krime që kishin tronditur gjithë zonën. Në fshatin Uç, si akt hakmarrje për një bari të vrarë të familjes së tij, ai kishte mbyllur në një kull 9 fshatar shqiptar dhe i kishte djegur për së gjalli, duke i lënë të vdisnin në flak. Ndërsa në Bjellopoj të Ulët, qeta e tij kishte kryer një tjetër masakër të tmerrshme, 12 fëmijë shqiptar, nga mosha 6 deri në 12 vjeç u vranë brutalisht. Këto krime kishin bërë emrin e tij simbol të frikës dhe dhimbjes për popullsinë shqiptare të asaj ane. Për shumë familje shqiptare, përfshirë edhe familjen e Selman Kadris, ai nuk ishte vetëm një pushtetar lokal, por mishërimi i dhunës dhe padrejtësisë që po përjetonin shqiptarët në Kosovë. Selman Kadria e përjetoi këtë terror që në fëmijëri. Thuhet se kur ai ishte vetëm 7 vjeç, Milić Krsta kishte vrarë edhe babain e tij. Familja e Selmanit gjithashtu kishte humbur tokat gjatë reformës agrare të vitit 1919, kur pasuritë e shqiptarëve konfiskoheshin dhe u jepeshin kolonëve serb. Ironia tragjike ishte se kur u rrit Selmani, u detyrua të punonte si punëtor mëditës, pikërisht për njeriun që kishte marrë tokën e familjes së tij, Milić Krstën, por brenda tij porritej diçka tjetër, një vendim. Në atë kohë në Kosovë ekzistonte një lëvizje e fshehtë për rezistencën shqiptare.
Në gotë frym, Selman Kadria lidhi besën me dy miqtë e tij, arabsodët Brahim Ukabashi dhe Ali Kabashi. Ata vendosën të godisnin 3 nga figurat më të njohura të terrorit në Istog, Miliç Kërsten, Arsen Perovićin dhe Arsen Qyrkun. Plani ishte i qartë. Pas vrasjeve, ata du të takoshin në një vend malor të quajtur Qarishtat e Januzajve dhe pastaj do të kalonin kufirin drejt Shqipërisë për t'i shpëtuar ndjekjes së Gjandarmërisë Jugoslave. Fillimisht, Shorti kishte vendosur që Brahim Kabashi të vriste Miliç Kërsten dhe Selmani të vriste Arsen Perovićin, por Selman Kadria kërkoi një ndryshim. Ai kishte një arsye personale. Ai donte vetë të përfundonte hesapin me njeriun që kishte shkatëruar familjen e tij. Dhe kështu ndodhi. Një ditë të qershorit 1938, Selman Kadria shkoi me Miliç Kërsten për të peshkuar në lumin e Istogut. Për vojvodën serb, Selmani ishte një njeri i besueshëm. Kur Miliçi po bëhej gati për të peshkuar, ja dha pushkën Selmanit që ta mbante. Aty erdhi momenti. Selman Kadria e ngriti armën dhe ju drejtua atij me fjalët që do të mbeteshin në histori. O Miliç Kërsta, si mbesove kaq shumë kur e din se ma ke vra familjen. I habitur vojvoda thuhet se i tha: Selman, mos luaj me pushk, nuk luhet me armë, por Selmani ju përgjigj ftohtë. Nuk po luaj, po të vras. Një krisme vetme i dha fund jetës së vojvodës së Istogut, por Selmani e goditi 3 herë që të jeti i sigurt se vojvoda Qetnik nuk do të jetonte më. Selman Kadria e mbuloi trupin e tij me gjethe dhe deg dhe u largua drejt maleve të Qarishtës, sipas planit të tyre. Por gjërat nuk shkuan siç ishte menduar. Trupi i Miliç Kërstes u gjet 2 ditë më vonë dhe menjëherë filloi një ndjekje e madhe. Ushtria, Gjandarmëria dhe madje edhe fshatarët u detyruan të kërkonin Selmanin në male. Thuhet se edhe mbreti Zogi i Shqipërisë kishte dëgjuar për këtë akt dhe kishte ofruar ndihmë për të dërguar Selmanin në Shqipëri. Por Selmani kishte mbetur i vetëm në male, i uritur dhe i lodhur. Në dëshpërim, ai kërkoi ndihmën e dajës së tij, Ram Vuthit. Ai kërkoi që t'i sillte ushqim dhe ta ndihmonte ta kalonte kufirin, por ajo që ndodhi më pas ishte një nga tradhtitë më të rënda në historinë e këtyre ngjarjeve. Ram Vuthi shkoi fillimisht tek autoritetet jugoslave dhe u tregoi vendodhjen e Selmanit. Kur u takua në vendin e quajtur Kroj i Keq, Ram Vuthi e bindi Selmanin të vishej me rroba gruaje për të kaluar pa u vënë re. Selmani madje e fsheu pushkën për të mos rënë në sy, por gjatë rrugës kur Selmani u përpoq të zbriste nga kali për të marrë armën, këmba ju ngatërua në zëngji. Në ato moment, daja i tij e goditi me sapat në shpinë. I plagosur rënd, Selmani u përpoq të arrinte tek pushka e tij. Ndërkohë, Ram Vuthi qëlloi në ajër për të lajmëruar Gjandarmërinë për vendodhjen e tij. Selman Kadria u kap i plagosur dhe u dërgua në oborrin e kishës ortodokse në Istog. Aty ai u torturua dhe vdiq nga plagët. Ishte vetëm 32 vjeç. Por historia nuk përfundoi aty. Pak kohë më vonë, 2 kushërit e tij të rinj, Nirman Bek Hasanaj dhe Hasan Zeq Hasanaj, vetëm 14 dhe 16 vjeç, vendosën të marrin hak. Ata vran Ram Vuthin për tradhtinë e tij. Ram Vuthi u varros pa ceremoni fetare, sepse imami i fshatit refuzoi të merrte pjesë në varrimin e tij. Ndërkohë, emri Selman Kadris u kthye në legjend. Në oda shqiptare u krijuan këngë për trimërinë e tij. Një nga më të njohurat është Këngë për Selman Kadrin, që këndohet me qifteli dhe sharki. Varri i tij në Cërc u bë një vend kujtese për banorët e zonës. Ai është vandalizuar 2 herë nga nacionalistët serb, por historia e tij nuk u zhduk.
Në vitin 2019 filloi procesi kushtetues që Selman Kadria të shpallej Heroi Kosovës. Më 12 korrik 2019, dekorata u pranuan nga nipi i tij në Istog. Në varrin e tij sot është gdhendur një epitaf që thotë: Ju shtektar që kaloni pranë këtij trimi ndaloni, veprën mos t'ja harroni, bijve tuaj t'ua kujtoni. Dhe tani dua të di edhe mendimin tuaj. A mendoni se historia e Selman Kadris është një nga aktet më të guximshme të rezistencës shqiptare në Kosovë? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe tregoni nëse keni dëgjuar ndonjë këngë popullore për të. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.